shkojnë deri në komunë me pyet për leje kështu thonë hajt ka dalë nisi aty se edhe e lojnë qashtu njerën e shtin procedura jo ligjore. Mendoj që mbrana mandatit kryen pothuajse gjitha ato që janë të pa leje e që kanë mundësi mu legalizu. Fillimisht është mirë qysh tash në start me fillu ndërtime se edhe tash ka ndërtime që fillojnë pa leje. Arsyeja është për shembull që hajt se bëhet diçka, qytetarët kur të fillojnë ndërtimin, Ilir mos ndërhyj. Kur të fillojnë ndërtimin, qytetarët shkojnë se shumica janë të përgjithshëm, shkojnë deri në komunë me pyet për leje kështu thonë hajt ka dalë nisi aty se edhe e lojnë qashtu njerën e shtin procedura jo ligjore. Astrid, vish me pyet, se jena në debat me fakte. A e njeh ti dikon në stok që ka nis në 4 vitet e fundit me ndërtu pa leje? Po çysh ka ndodhur që ky numër kaq i madh? I 3000 sa Kjo është mas lufte. Unë po të pyes tash në 4 vitet e fundit. Po sigurisht që njohim. Njehni. Po mendoj që ka plot që i trajtojnë me një... A ki emna, Astrid, se kena qenë shumë prokurori? Jo, emna këtu s'kem. Jo. S'ki emna? S'kam emna. Këtu po fillon tash, këtu është mirë me ndalu, kryesisht ndërtuesi janë prej diaspore. Ata janë më të përgjithshëm, shkojnë, kërkojnë leje, e rregullojnë çështjen edhe nuk krijojnë këso raste. Raste që kanë ndodhur kanë qenë kryesisht me banorët këtu që kanë qenë, edhe në bashkëpunim me komunën, hajtë se bëhet, hajtë që shtu vazhdo të kështu. Astrid, kryetari po thotë s'ka, ti po thu ka, apo na kallëzon objektin që ka nis ose shtëpinë mu ndërtu pa leje, sepse po du me ditë cila është e vërteta. Iliri po thotë s'ka, ti po thu ka, ndërtime pa leje ç'tash të ndodh. Aktualisht? Po. Po, s'po kujtohet për momentin, po sigurisht që ka. S'ka. Po që s'po kujtohet, s'ka. Okej, nëse i ki 3000 aplikime për i mas lufte, sa përqend të këtyne keme mujt me i trajtu me stafin që e ka i stoku? Po nëse merret seriozisht, me një angazhim serioz, edhe me shku të secili me detyru, me ndihmu në procedura të legalizimit, se edhe ato janë në procedura që shumica njerëzve edhe për ta është vështirë, i shkryj shumë ma shpejt. Sa ki me kry ti nëse bosh kryetar? Mendoj që mbrana mandatit kryen pothuajse gjitha ato që janë të pa leje e që kanë mundësi mu legalizu.